Shikues të nderuar, përshëndetje. Jeni me emisionin Inspektori Egjiptian, në të cilin fillojmë me informacionet që kanë të bëjnë me fushën e arsimit. Rreth 350 fëmijë nga komuniteti egjiptian janë ulur për herë të parë në klasën e parë në shkollat fillore. Kronika tjetër flet për qendrën e komuniteteve në Bërkoc, e cila ka shpërndar çanta dhe mjete shkollore për nxënësit nga klasa e parë deri në të 9-ën, në kuadër të projektit EUSIMRAES 2. Shkolla fillore Zeflush Marku në Gjakov, si dhe ndërshkollat fillore që kanë një numër më të madh nga nxënësit nga radhët e komuniteteve, ka hapur dyert për një numër të madh të fillestarëve, pjesët e cilët janë fëmijët e komunitetit egjiptian, të cilën zëshëm recitojnë gjatë orës së parë të tyre dhe flasin për figurat humaniste të ndryshme, siç është edhe ajo e nënës Terez. Unë quhem Leonet Fetaj. Cilën vjeshti më na recitu? Ylli vogël lart në qell. Ylli vogël lart në qell, duke por si zjarr në pyll, si për dheut lart qëndron, ziza, ziza, zizëllon, disku i djelit kur prëndon, nota hine e lëshon, ylli vetën e zbulon, ziza, ziza, zizëllon. Ke moj kukull që po qanë, së vjen keq për mua, ti e din se të kam gjanë, o sa shumë të dua. Jo, 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 ti nuk më donë, kot fjallët i thua, po të flasim nja dëgjojnë, janë shoqet e tua. Po tani ku t'kesh ku shkosh, nuk e për të qajtë, a betarën do t'mësojsh, jam në klas të parë. A, B, C, Q, D dhe E shkronjat e tjera, ku në fjali lidhim ne, qelim si pranvera. Kur në fjali lidhim ne, qelim si pranvera. Andi vogël ka mësua, shkronjen A për ta lexuar, se me A fillojnë, ariu, A kolloja dhe ariu. Edhe mesimdhënësit që sot në ditën e parë i kanë bashkuar 2 klasë të urojnë fëmijë duke theksuar se pa shkollim nuk ka ardhmëri dhe integrim për komunitetin tonë, në shoqëri dhe në të ardhmen. Jam mësuese klasës para 2. Sot është dita e parë e shkollës. I kemi bashku 2 klasë, klasën para 1 dhe para 2. Kemi një numër të komuniteteve, fëmijët i trajtojmë mirë. Nuk bëjmë dallime, pasi që fëmijët janë të gjithë të njëjtë, edhe besoj që nuk duhet askush të bëjë dallime. Mesazhi im për ata fëmijë të cilët nuk kanë mundësi më ardhen në shkollë është që të bëjnë të pamundurën të vinë në banka shkollore, sepse shkollimi është drejtë e tyre, askush nuk mund t'ju mohojë, edhe shkolla është dritë e diturisë dhe i hap dyert e diturisë, pra të gjithë fëmijët duhet të vinë pa dallim nacionaliteti në shkollë. Këtu në Bërkoc, shkolla jonë shumica e në komunitet, por unë si klasë kom klasën e 2 dhe në klasën time ka shumica janë komunitet. Por i trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë. Unë bëj apel për të gjithë me nxënësit që nuk kanë mundur të vijojnë me vitin e ri shkollor, sepse shkolla është dituri, është drejt e çdo fëmije, e çdo nxënësi, pra shkolla është dituria, ku të gjithë duhet të vazhdojnë sepse aty është e ardhmja e fëmijëve. Ndërsa drejtori i shkollës Zeflush Marku, Krieger Ramaja, flet për numrin e fëmijëve dhe të cilën shkojnë në këtë shkollë, si dhe për bashkëpunimin në drejtim të parandalimit të braktisjes së shkollimit nga fëmijët e komunitetit, por edhe në bashkëpunimin me qendrat për mesimdhënie dhe mesimnxënie. Në shkollën Zeflush Marku në Bërkoc gravitojnë 625 nxënës, nga komunitetet i kemi rreth 202 nxënës, ato thotë që gravitojnë nga parashkollore deri në klasën e 9, të shpërndarë në për paralele. Për herë të parë si vjet i kemi 22 fëmijë të komuniteteve. Ky sukses është arritur falë edhe qendrës për komunitetet që ekziston këtu në lagjen e Bërkocit, të cilët e kanë japur një ndihmë të jashtëzakonshme në këtë drejtim.
Bashkëpunimi ynë është i përditshëm, domethënë ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, sidomos përmes rrjeteve social, gjithsesi përmes emaileve, domethënë shkëmbejmë mendime, ide dhe informacione përgjithshme, domethënë dhe të përditshme për këta fëmijë. Duke u falendëruar qendrës, ne kemi arritur vetëm vitin e kaluar që të kthejmë disa dhjetra nxënësa në bankat e shkollës. Që kanë bërë domethënë ose braktisje ose kanë ndruar vendbanim dhe nuk kanë ditë që ku është shkolla ose duhet të regjistrohen në shkollë kështu më radhë. Duke falendëruar asaj, ne kemi arritur ta bëjmë ata çka jemi thirrur ta bëjmë. Fatkeqësisht, shoqëria kosovare po kalon në një tranzicion, i cili tranzicion pak u zgjat nga viti 99 tash. Por unë kisha bërë thirrje që gjithëve që të kthehen në bankat shkollore se vetëm aty e gjejnë veten këta fëmijë. Aty do të kanë vendin dhe aty e gjejnë veten. Ne do të përpiqemi në të gjitha format dhe në të gjitha mënyrat që t'ju ndihmojmë aty në fëmijëve që të jenë në mesin tonë, në mesin e shokëve dhe bashkë qytetarëve të tyre në bankat shkollore. Megjithse numri i fëmijëve që gravitojnë në këtë shkollë është i madh, ata do të gëzohen mbështetjes nga OJQ në ndërmjetësimin për shtetet në ndihmë në përmirësimin dhe ngritjen e mësimdhënies. Mbesim ende tek fusha arsimit. Qendra komuniteteve në Brekocë e menaxhuar nga Bethany Christian Service si dhe partnerët nga KFOS dhe KEC në kuadër të projektit e Usimrajës 2 kanë bërë shpërndarjen e çantave dhe mjeteve të tjera shkollore për nxënësit e komunitetit. Kronika në vazhdim sjell më hollësi. Në kuadrë të programit e Usimrajës 2 të financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KFOS, KEC dhe së bashku me qendrën e komuniteteve në Brekocë nga organizata Bethany Christian Service, janë shpërndar rreth 200 çanta shkollore me të gjitha pajisjet shkollore, si fletore, lapsa, gjësende të tjera dhe nga klasa parë e deri në të 9-ën. Berat Praçi, drejtori i kësaj qendre, shpjegoi rëndësinë dhe qëllimin e këtij aksioni. Kjo është një aktivitet i radhës në kuadër të programit të rinisur, ose siç ne e quajmë Usimrajës 2, ose pjesa 2 të mbështetjes së Bashkimit Evropian në implementimin e strategjisë për komunitetet romashkali egjiptian. Dhe në kuadër të sektorit të edukimit ne vazhdojmë me mbështetjen e fëmijëve të këtyre komuniteteve me qëllim të përmirësimit të cilësisë dhe njëkohësisht parandalimit të braktisjes dhe shkollimit të rregullt nëpër shkolla. Sot ne vazhdojmë me shpërndarjen në kuadër të aktiviteteve të cilat ne i kemi cek, sot vazhdojmë me shpërndarjen e materialeve shkollore, pjesë e këtij programi, i cili do të ndjek në vazhdimsi përgjatë viteve në vijim, por që njëkohësisht edhe shpërndarja, siç edhe keni mund ta vreni, bëhet në prezencën e prindërve dhe me ndihmën e stafit të angazhuar në këtë projekt. Pavarësisht sa nxënës kanë përfituar prej gjitha këtyre mbështetjeve. Deri sipas listave që ne kemi, konsiderojmë të jenë 198 nxënës që do të përfitojnë pako shkollore. Përfshi këtu të gjithë fëmijët e komuniteteve romashkali egjiptian, të cilët ndjekin shkollimin e rregullt pranë shkollës Zeftushmar këtu në lagjen Brekocë, dhe kjo mbështetje është një nga ato të cilat do ta bëjmë në vazhdimsi në kuadër të mbështetjes së këtyre fëmijëve, siç thash, për ndihmë në aktivitete të ndryshme edukative të cilat ne si qendër ju ofrojmë. Burimi më i madh do të ishte të urojmë suksese në vijshmëri, sa më pak probleme të ato saj natyrës të cilat ndërlidhen si zakonisht me braktisje apo me mosvijshmëri të rregullt, suksese gjitha institucioneve shkollore, edukative në mbar vendin, për kontributin e vazhdueshëm të cilët e japin për edukimin e këtij brezit të ri. Edhe partnerët implementues e këtij projekti nga KEC, Driton Krasniqi, tregon për rëndësinë e këtij programi, ndërsa thekson se për këtë qëllim kanë fuqizimin e komponentës së arsimit për komunitetet me fjalë. Projekti e Usimrajës, do të thonë, mbulon gjitha, i mbulon 7 komuna në Kosovë dhe njëra prej komuna përfitues është komuna e Gjakovës. Këtë rast do të thotë është partneri lokal që është në Gjakov, Bethany Christian Service, që i bën implementimin e programeve. Kjo është vetëm një prej aktiviteteve gjatë kësaj periudhës 3 vjeçare që implementohet projekti, ofrimi i një pako shkollore që i ka disa materiale fletore, lapsa, disa që mundet pak me ndihmu fëmijëve që me pas një start mirë në shkollë. Ne do të thonë gjithë këto 7 komuna do t'i shpërndojmë 1500 pako shkollore, edhe po mendojmë që i mbulojmë shumicën e fëmijëve në këto lokalitete që vijojnë mësimin.
e fëmijët ju gëzuan çantave të reja dhe pajisjeve të tjera shkollore, sepse kjo drejt për drejt lehtëson gjendjen e tyre financiare në familjet dhe ju mundson atyre realizimin e të drejtës së tyre elementare të shkollimit. Unë ju falenderoj këtëve se më ka njëp qonten dhe jam në klasën e 4 me mësuesen Arita Zhirka. Mirë, a di nëj vjersha, nëj kanga, nëj diçka që në mësë në koncept? Po, dera shkollës. Dera shkollës, a nuk e dërës të pisë, asë këna mos asë libari dera, kur apet në fjetë, të duke dera vërtet e fjetë, por atë kujtojt, kur e vë në shkollë, pat ka qenë një perot, ke qekë pa në gjurë, e sa erë, dole për derës, e sarë ke dole me ditë, ose se kur ke rrë. Prandaj ty zemra, prandaj ty shkolla në zemrë të mbanë, por rrë i vogël Delvikan. Zajnep. Miranda Berisha. A jeni në fushën se që keni marrë qantët? Po. Qa keni një thonë këtëve që kanë një qantët? Faleminderit. Cilin klasë jeni ju? Në 4. Mirë, cilin vjesh ose kangë dini mas në Mace, pis, shkon dollapit selemis, është e mio, kaca mio, gjithë pijatët ili pio, mirë, i fshi duhet me pishkir. Dim të ngjajshme ka ndërmarrë dhe kompania private ETC, e cila ka ndihmuar rreth 70 fëmijë të komunitetit në kushte të rënda ekonomike. Komunën e Gjakovës e kemi shpërndar për 70 nxënës, domthonë 7 shkolla kanë qenë përfituese, që kemi ndarë një donacion në vlerë prej 735 euro, domthonë komunën e Gjakovës. Ndërsa në gjithë Republikën e Kosovës e kemi shpërndar 11.500 euro vlerë për nxënës, domthonë prej ciklit ult. Cili ka qenë qëllimi kryesisht? Qëllimi ka qenë vetëm me ndihmu fëmijëve që janë me kushte më të vështira, që më mundu në mënyrë simbolike me ofru një çantë me gjitha pajisjet shkollore çka i përket për shkollë. Fëmijëve ju uroj një mësim të mbar, domthonë për këtë vit shkollor dhe vitet e ardhshme që t'i përcjell sa më mirë ky vit shkollor. Unë jam Lirdona Krasnici, e falenderoj ETC-ja, se më ka jep qantën. Unë jam Besmira Cufaj, faleminderit ETC se më ka jep qantën. Këtë ndihma në pajisje shkollore pritën të lehtësojnë dukshëm procesin e integrimit të fëmijëve në përshkolla, të zvogëlojnë numrin e braktisjes së shkollimit, ndërkohë që përkraja e tillë lehtëson edhe gjendjen e rëndë socio-ekonomike të shumë familjeve të komunitetit. Para se të ndahemi edhe një njoftim, Partia Liberale Egjiptiane Dega në Zvicër do të organizojë një koncert humanitar për nder të 1 vjetorit të themelimit të këtij subjekti në Zvicër. Ky koncert organizohet për qëllime humanitare, të grumbullojë mjete për të ndihmuar skamnorët, studentët dhe kategoritë të tjera të komunitetit, gjë që është edhe pjesë e statutit të Degës së PLS në Zvicër. Partia Liberale Egjiptiane në Zvicër do të organizojë një koncert humanitar në kuadër të 1 vjetorit të themelimit të degës së këtij subjekti në diasporë, e cila do të mbahet në kantonin e Bernit me 25 shtator dhe hyrja do të jetë falas. Ndërsa qëllimi i tij është humanitar për të grumbulluar artistë eminent të estradës nga radhët e komunitetit egjiptian, si Gazmend Rama, po dhe sipas organizatorit do të ketë edhe surpriza të tjera. Në këtë ngjarje kulturore dhe humanitare do të marrin pjesë edhe deputeti i komunitetit egjiptian Veton Berisha, si dhe zëvendës ministri Mustaf Myrtaj. Shikues të nderuar, kjo është e tëra për këtë emision. Na shkruani në emailin tonë zyrtar spektri@live.com. Gjithashtu mos harroni ta ndjekni pas çdo transmetimi në Facebook në Spektri Egjiptian. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.